Deputeti Igli Sara ka reaguar publikisht përmes një postimi në rrjetet sociale, duke akuzuar për shpërdorim fondesh dhe dëmtim të identitetit të plazhit të Durrësit. Sipas Sarës, ndërhyrjet e fundit në vije mbretëtare përbëjnë një akt kriminal ndaj një prej zonave më të rëndësishme natyrore dhe historisë së vendit. Është për të ardhur keq kur sheh që se si një plazh zhduket. Dhe kjo në fakt është vepër kriminale. Një plazh ta zhdukësh dhe ta transformosh duke shpërdoruar me 10 milion euro foto shqiptarëve është realisht krim. Afro 10 muaj më parë, së bashku me arkitekten Entela Koja, bëm një denoncim në prokurori. Akoma s'kemi marrë asnjë përgjigje. Dhe pyetja është, a funksionon drejtësia? A është e pranueshme kjo? Tu nuk jam sot si politikan, jam i gjitha si dursak. Dhe nuk mund të rri dhe të hesht kur shoh këtë masakrë mjedisore. Nuk mundet që një pasuri e tillë kombëtare që na ka bekuar Zoti me këtë natyrë, ta dëmtojmë në këtë mënyrë të pakthyeshme, thjesht dhe vetëm për të shërbyer xhepit të pushtetarëve të sotëm dhe miqve të Ramës, duke filluar që te Kalabari që ka marrë me mira metra katror në zonën e Agipit. Një çështje që mbi të gjitha ka lidhje me korrupsionin e madh të kësaj qeverie dhe kësaj bashkie. Punimet në plazh kanë disa muaj që po vijojnë, duke sjellë një anomali në prag të sezonit të pritshëm turistik.